Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube. Dua të shkoj te psikologu, dua të shkoj te psikiatri, kam shumë stres sot, e kam nisur stresin që kur dola nga shtëpia, në fakt janë disa prej fjalëve që për fat keq na shoqërojnë në përditshmërinë tonë. Edhe nëse nuk i themi vet, dëgjojmë një njerëz të dashur, një mik, një të afërm që na thot situata të tilla, që shëndeti mendor është një problematik, nuk është as e re as e panjohur në kohën që jetojmë. Dhe duket sikur mjeku psikiatër është njeriu më i fuqishëm që njohim. Është ai njeri tek i cili mund të themi çdo gjë dhe ai na jep zgjidhje. Por çfarë ndodh me këtë njeri kur ka dhe ai momentet e tij të vështira? Çfarë ndodh me një mjek e psikiatre, shumë e njohur, shumë e famshme? Por në një moment caktuar ka thyrjen e saj të brendshme. Në fakt ajo i ka kaluar momente të tilla. Dhe për çudi është po aq e ngrohtë dhe po aq e kthjellët sa përpara se t'i ndodhë një ngjarje jo të mirë në jetën e saj. Fillojmë. Arina Areli, mirë se erdhe. Mirë se u gjej për herë të dytë Për herë të dytë podcast. në podcastin thuaj. Edhe je e mbar. Je e mbar. Kështu më thonë në fakt dhe besoj të ato ëngjëjt e mi që vinë edhe më thonë doktoresh je mirë, po je dhe e mbar shumë. Më pëlqen ta dëgjoj, si. Janë të dyja të vërteta. Je e mbar për mua, për këtë podcast, për ecurinë e ti, por je dhe e mirë dhe këtë e di në rrafsh personal. Megjithatë, unë e nisa hyrjen pak ndryshe me ty, sepse emri jot hyn tek ajo listë psikiatrësh, psikologësh, njerëz të shëndetit mendor që nëse ke ndonjë problem, edhe me njëra tjetrën si shoqe mund të thuash që bëj këtë, pastaj thua, di si është puna, shko te Ariana Areli edhe mblidh mendjen. Se ti ke hyrë tani në këtë komunikimin tonë përditshëm, ti besoj e di këtë. Faleminderit, e di, përderisa jetojmë në këto kohra dhe unë kam zgjedhur të bëj këtë që me sa duket e bëj dhe shumë mirë, se më pëlqen. E di që mund të jem fjala e përditshme dikujt. Sa vjet ke në këtë profesion? Unë kam mbaruar në 91-shin mjekësinë e përgjithshme, pastaj jam specializuar 92-96 në psikiatri. Pastaj kam bërë edhe 3 vite të tjera në La Sapienza të Romës, kështu që në profesion po arri 29 vjet, që nuk jam pak, domethënë. 29 vjet. Për t'u krenuar me atë shprehjen që latini thot mjeku zgjidhet të vjetër. Sepse është eksperiencë, është e gjitha një eksperiencë që të siguron të jep shumë më tepër si me thënë, kapacitet për ta nuhatur, intuituar atë gjën që me cilën ti përballesh çdo ditë dhe që deri diku të lehtëson vendimmarrjen. Pavarësisht që hera herës bëhet e vështirë kjo vendimmarrja. Megjithatë, kur ka qenë ose e mban mend pacientin e parë apo njeriu e parë që ka ardhur për të kërkuar një këshill të shëndetit mendor apo që ka pat një patologji apo? Të them një këshill do ishte shumë përpara 29 viteve, sepse atëherë ishte një tabu. Ishte kaq tabu se edhe të afërmit e mi kur unë bëra këtë zgjedhje mbetën të shtangur dhe menduan që unë vetë kam probleme që dua t'i zgjidh. Përmes profesionit. Përmes profesionit dhe kështu që duke qenë se ishte një tabu për këshillim, nuk ma i bënd këtë ardhur dikush, sepse ne nga natyra duhet vi veza pa të shkosh te mjeku. Aq më tepër te psikiatri që përpiqemi e shtym dhe në ditët e sotme. Jo më atëherë kur stigma ka qenë shumë herë më tepër. Gjithsesi rastin e parë e mbaj mend. Ai ishte një skizofren i cili nuk jeton më dhe kishte një familje shumë të mirë dhe suportive, kishte një grua që nuk ju nda deri në ditët e fundit të jetës dhe prandaj ai ishte goxha i mirëmbajtur në të tërën e vet. Dhe e mbaj mend bisedën që për mua ishte konflikti i parë i brendshëm. Pra unë po përballem me një skizofren. Vallë kshu është skizofreni, sepse vija nga një eksperiencë spitalore. Dhe në spital ishte ndryshe.
Kështu që ai është pacienti i parë i imi, kur unë fillova punë në një qendër komunitare të shëndetit mendor, ashtu siç mbaj mend shumë mirë suportin e koleges time të mrekullueshme Hysnia Shorva, e cila si një e re me pak eksperiencë, pa diskutim që ishte mbështetja, ishte cepi i syrit për të marrë vendimin që kishte të bënte me jetën e një njeriu. E kuptoj. Kanë kaluar shumë vite që nga i pacienti parë që ti e mban mend në fakt, edhe mban mend dhe familjen që e ka mbështetur, edhe në fakt që rastet që të vinë sot, si hyn familja? Është më mbështetëse apo janë të lodhura familjet? Si është raporti i njeriu që ka hall edhe i familjes që gjendet dhe në kurth në fakt familja? Do të ta mbështesi apo? Jo, është vërtet. E para gjendet ende e pa përgatitur. Shpesh thonë që s'na ka rënë ndonjëherë ky lloj problemi dhe s'ditëm ku të shkojmë, pavarësisht që sistemi i referimit funksionon nga mjeku i familjes dhe në vazhdim te specialisti, po gjithsesi jemi të panjohurën, sepse vetë psikiatria si deg është shkencë e enigmës dhe të panjohurës, siç përgjithsisht mjekësia, por duke qenë se është truri, ai që prodhon emocion, mendim, të cilin nëse ti nuk e percepton ashtu siç tjetri e tregon, po varet si e tregon. Është një enigmë e vërtet. Familjarët gjenden përpara kësaj të panjohur dhe të papriture. Gjithsesi, duke qenë se jemi ende një familje që e suportojmë njëri tjetrin, që jemi protektiv deri diku, ende mbështetës, ende them, sepse kohrat po vinë që po bëhemi gjithnjë më individualist, për shkaqe nga më të ndryshmet. Ne shohim që suportojnë mirë familjarët, suportojnë mirë deri në një pikë, ku pastaj ezaurohen. Nuk është që e lëshojnë pasaj në rënje të lirë këtë familjarin e tyre, por duket që ka ardhur një kosto dhe te ata. Sa shpesh herë themi që do t'i vi radha dhe këtij familjarit, sepse është përjetim. Pra, një njeri me këtë problematik rrezikon të smuri edhe familjarin e tij. Do thoja, të smuri është fjalë e madhe, por një prekje emocionale patjetër që po. Do ta ketë familjari sado të përdori mekanizmat e tij mbrojtës. Sado ky familjar të përpiqet që të selektoj kohën e vet apo asistencën e vet në raport me të afërmin e tij. Por nëse e ke një fëmijë, nëse e ke një vlla, një motër, një nën, një baba, është rrethi i ngushtë familjar i yti, i cili të përcakton dhe detyrimin tënd moral, ku ti sa do të gjesh arsye brenda vetes, përsëri do ta gjesh kohën ose mendja jote do qëndrojë. Detyrim moral unë e kuptoj. Po sa i aftë ti, sa kapacitet ke të gjendesh, se mund të ketë njerëz që se kanë as maturinë emocionale, e ndoshta ndonjëherë në vend ndihmojnë bëjnë dëm. Në vërtet. Se mund t'ju rinë afër me kohë fizike, po bëjnë diçka në një moment caktuar që bëjnë dëm. Si është ky raport? Dhe jo vetëm kjo, domethënë, sepse patjetër që sot në kohën e informacionit, secili nga ne kërkon, domethënë, të gjejë nëse ka qasjen gjithmonë, nëse ka dhe kohën, sepse koha është bërë armikja e shumicës prej nesh. Vërtet. Po do dhe asistencë familjare, se shërbimet në shëndet mendor janë disi të kushtueshme, duke filluar që nga psikoterapia e deri ke medikamentet. Kështu që kërkon një lloj kapaciteti në të gjitha këto që ne cekëm, domethënë se po t'i hym gjejmë dhe gjëra të tjera. Por ky sistemi informacionit që është sot, boll që të kesh dëshirën e mirë, po që të gjesh edhe qetësinë brenda teje. Më duket sikur po flas utopi tani. Sepse të gjithë po jetojmë një kohë shumë frenetike. Ku minimalisht na duhet të përcaktojmë prioritete, të cilat na duhen për të mbijetuar ne vetë.
pastaj ajo kohë që mbetet për këtë familjar i cili e do ndihmën tënde, ka nevojë për ndihmën tënde, mund ta bëj keq këtë të afërm, i cili nuk mund t'ja japi me gjithë dëshirën e vet të mirë. Dhe nëse është më i miri i mundshëm për ta dhënë këtë ndihmë. E qartë. Dhe zakonisht më i miri i mundshëm që ka kapacitete vërtet dhe emocionale dhe suportive dhe intelektuale, është ai që diku tjetër i kërkojnë këto kapacitete dhe duhet t'i shfrytëzojë për nevojat primare të vetat. Do t'i shesi këto kapacitete, të fitoj të ardhurat që të ketë mbijetesën. Për vete për familjen. Në një rreth ku vështirë të përcaktosh prioritetin për ndihmën që duhet t'i japësh këtij familjari. Ariana, unë gjithmonë kam pas një pyetje për mjekët psikiatër, sidomos të vjes parë. Pra, mjekët psikiatër janë të vjes parë, sepse psikologu është tjetër gjë. Mjeku psikiatër përballet me patologjitë. Vërtet. Çfarë ndodh kur ju goditeni emocionalisht? Dhe nuk janë të pakta rastet. Duke filluar që nga ajo koha që është bërë armikja jonë. Nëse dikush të dërgon një mesazh ose të bën një telefonat dhe thotë doktoresh kam shumë nevojë, të lutem, ke orar sot, nesër, dhe ti e kryqëzuar në atë moment, sepse ndërkohë orarin sot dhe nesër e ka marrë dikush përpara 10 ditësh që ka pritur kohën tënde. Dhe ne jemi rasti më i mirë të mos harrojmë ç'a bëhet në Europë që presin. E gjithsesi jemi shumë të ndjeshëm sepse dim çfarë lloj nevoje është mbrapa atij telefoni. Që këtu fillon sfida e parë e këtij mjeku që ju thatë vërtet është në vijën e parë. Sepse tashmë e ka kaluar fazën që ti mund ta këshillosh apo mund të presësh kohën. Apo mundet dhe një ndërhyrje në telefon, sepse dhe një qetësues nuk e jep dot nga telefoni, sepse është ai që krijon varësi dhe ti nuk mund t'ja japësh, sepse mund të gabosh. Ai mund ta marrë si një zgjedhje dhe mund të kesh krijuar një problem. Nga ana tjetër, koha është njëra gjë dhe presioni i ndërgjegjes në raport me kohën. Gjëja tjetër është një patologji, për të cilën ty të duhet të dëgjosh. Mirë po, në historinë që dëgjon, patjetër që ti je mjeku që i ke krijuar filtrat e tu, po je një qenie njerëzore. Je ai që pjesëzat e historisë mund t'i kesh dhe të tuat. Dhe janë pikërisht ato që të ngacmojnë më tepër. Kur ti në mënyrë të pavetdijshme bën një lloj krahasimi të jetës tënde me çfarë atij njeriu përballë, po i vjen ngjashëm me disa nga gjërat e tua, këtu mendoj që është një lloj përsihatje emocionale që kërkon kontroll, që kërkon vetë kontroll, sepse aty mund vazhdosh krahasimin dhe të ngatrohesh me atë çfarë ai njeri po të tregon një gjë tjetër, dhe ndoshta do dali diku tjetër fare. Kështu që duhen shumë mekanizma vetë kontrolli. Si mirëmban ti këto mekanizma? Jam shumë me fat dhe them gjithmonë që jam lindur dhe rritur në një familje me shumë dashuri. Më kanë dhënë me shumicë dashuri. Dhe unë kam për të dhënë, dhe si duket ky është një nga mekanizmat që më ka mbrojtur. E dyta që unë këtë profesion e kam zgjedhur po me kaq shumë dashuri. Dhe dashuria për një profesion të mbron. Sepse ti ke pasionin, ti ke çfarë e ke terrenin ku mund të lulëzoj gjëja e bukur, domethënë nuk je do shkoj sot në punë, si do na lodhën, etj. Tjetra është që fati më ka përgdhelur shumë që të kem rreth e përqark njerëz të mrekullueshëm. Domethënë një mbrojtje maksimale nga 2 vëllezërit e mi, nga 2 motrat e mia. Kam fëmijë të mrekullueshëm, kam tani 2 mbesa që më mbushin, më kanë kthyer të vogël. Kam Skënderin që vërtet është nuk di fati në jetë për çfarë një njeri duhet të ketë domosdoshmërisht, një psikiatër duhet të jetë i qetë. Duhet të jetë shumë i qetë emocionalisht. Sepse dakor, dhe pjesa financiare, një njeri që punon
e siguron atë. Bota prap, po t'i kthehemi, e ka zgjedhur ndryshe këtë gjën, domethënë që ka një pagë shumë të mirë, një psikiatër, po çrëndsi ka kjo. Dhe nuk do doja në fund, por sepse nuk është e fundit, është e vërtet që më mbush mirënjohja dhe dashuria atyre njerëzve për cilët unë jap kontributin maksimal, por të kthehet shumë fish. Punoj me njerëzit më të mirë të botës, e kam thënë, vazhdoj ta them dhe cilësia e mirënjohjes së tyre nuk ka krahasim. Ariana, unë sa herë bisedoj me ty kuptoj që ti je psikiatër, duhet të jesh njeri i mirë. Është e vërtetë. Unë e kam bindje, edhe për gazetarin unë kam ato bindjet e mia që nuk bësh gazetar i mirë, po mos të jesh njeri i mirë. Mund të jesh teknikisht i mirë dhe je njeri me karakter problematik dhe bën një gazetari jo të mirë. Një psikiatër mekanik për shembull mund të jetë problem. Megjithatë, sa herë ti ma jep këtë energji, besoj që e kuptojnë dhe ata që po na ndjekin tani, patjetër këtë, sepse gjë e mirë përçohet, nuk ka rëndësi ka lente kamere apo po na shikojnë laptop apo po na dëgjojnë në kufjet e tyre. Unë doja të të bëj një pyetje pak të vështirë. Kur pëson një humbje njerëzore, pra, kur ti ke nga kjo botë njerëz të dashur, si e menaxhon? Si e ke menaxhuar? Unë do ta ndaj, domethënë, me juve një episod që së fundmi e kam patur. Nga jeta përpara 3 muajsh është larguar vllai im i madh, domethënë, dhe unë i kam thënë gjithmonë i madhi im. Sepse nuk ka qenë vetëm me moshë i madh, po ka qenë edhe në mendje, edhe në çfarë modeli ai ka udhëhequr gjithë jetën time. Domethënë modeli i mashkullit brenda trurit tim ka qenë Neri. I bukurisë, i inteligjencës, i kulturës, i dashurisë, i mbrojtjes. Gjithçka. Dhe Neri iku nga kjo botë në fakt duke më lënë një boshllëk shumë të madh. Më ka lënë një pasuri shumë të madhe, një familje të mrekullueshme pas. Por të qenit një figurë që plotësonte edhe babain dhe shokun, përveç se vllain, dhimbja pa diskutim që minimum ishte 3 fish. Dhe ty të duhet që përpara të tjerëve ti këtë dhimbje jo vetëm ta kontrollosh brenda vetes, ta mirë menaxhosh, por je në atë dilemën shumë të madhe. Tani vërtet po e kontrolloj, por rritur me një mentalitet, të tjerët mund të shohin te ty një lloj ftohtësie emocionale që mund të presësh dhe para gjykimin. Po prit një herë. Kjo Ariana, si kaq ftohtë? Lotët nuk përmbahen dot, domethënë, dhe pa diskutim që ka qenë pikërisht momenti kur ne po e përcjellim për në vareza që nuk shpërtheu valvola ime, nuk mundesha dot më. Aty nuk ruhesha dot. As për Denisën të bien, as për Mirën, të shoqen, për Franklin, për askënd nuk ruhesha dot. Sepse më duhej që të shpërtheja, edhe unë jam një qenie humane që duhet patjetër. Dhe pastaj më jepet një detyrë shumë e vështirë. Unë duhet flisja në vareza për të. Dhe kjo vërtet ishte një nga sfidat e mëdha të momentit, sepse vërtet kontrolli i emocioneve duhet ishte maksimal. Dhe unë e kam parim. Një njeri që duhet ta përcjellësh me respekt dhe ai lloj respekti tashmë po më kërkohej mua, dhe unë isha motra e tij e vogël. Kërkonte që përveç kontrollit emocioneve, të më përmblidhej të gjithë eksperiencën time në raport me Nerin jashtë egoizmit tim. Sepse nëse duhet flisja për Nerin, unë duhet të tregoja gjithë eksperiencat e mia, po njerëzit nuk ishin aty për këtë gjë. Patjetër, duhet një gjë përmbledhur dhe një gjë dinjitoze. Dinjitoze për të, ashtu siç unë mendoja që atij i duhej kjo. Dhe jo më larg se dje, në studion time erdhi një kushëri rajon që përveç se
kishte problemin e vetë, më tha, kam mbledhur copsa nga jeta ime për si duhet të përbalem me vdekjen, tha. Dhe fjalimi yt, tha, tek Neri, tha, ishte nga ato që vërtet lë gjurmë. Të them më bëj qefi, nuk është fjala e dur, tashmë po unë ndjeva krenare në fakt për veten, që kisha arritur vërtet të transmetoja çfarë ai burr shumë i madh brenda meje meritonte gjatë ikjes. Megjithatë ti e kapsulove këtë dhimbje, ë? Më duhej, jo, dikush që kishte nevojë për mua përveç robës së zezë që unë ende nuk e ndjej, nuk e ndjej ngjyrën e nde, domethënë që ta vesh. Jo për t'i treguar të tjerëve dhimbjen time, por është ndjesi dhe unë e dëgjoj ndjesin time. Në momentin që do t'a kuptoj që duhet ta vazhdoj me atë dhimbjen më të kapsuluar brenda meje, do ta heq të robën e zezë, ama një njeriu që ka nevojë vazhdoj t'i bëj shakan, batutën, vazhdoj t'a dëgjoj, dhe më vjen shumë keq kur më pyesin, po pse me të zeza? Të ka ndodhur gjë? Sepse thash që janë shumë të mira ato përballë meje. Ato duan përpara që ti t'jesh mirë dhe mos t'jesh cënuar nga asgjë dhe pastaj të vazhdojnë të tregojnë hallet e tua. Kështu që unë të them të drejtën që disa ditë më pas vazhdova misionin tim. U ktheve në punë. U ktheva në punë dhe po ishe gati. Isha, Mirela. Isha gati, sepse me sa duket ky profesion na mëson mirë të krijojmë një lloj selektiviteti. Për të thënë mekanizma mbrojtës gjithashtu. Ne mësojmë nga gabimet e tjerëve hap mas hapi dhe unë them që një psikiatër formozohet edhe nëpërmjet përvojës që ka në eksperiencat e veta. Që do të pyes ty, unë kaq e ndjeshme sa jam për të shkuar te Ariana Reli? është mos e normale. Jo. Si thua? Jo, të them sa më pëlqeu loti yt, nuk e them dot, domethënë se do isha shumë egoiste po ta thoja. Po je shumë e mirë dhe kujdes. Kujdes. Po. Shumë shpejt jam për të Ariana Reli, unë domethënë. Apo jam që tani, më thuaj. Unë, shiko, e kam bërë batutën time këtë them, o Zot, sa njerëz mirë ka pas kjo botë, që të paktën me çfarë ngarkesë kemi ne psikiatrit tani dhe me sa po përballemi. Se mendojmë gjithë, ua sa i keq, dhe themi që jetojmë në një botë keqe. Jo, kjo botë ka dhe njerëz shumë të mirë. E kuptoj. Kështu që kjo është për të ulë dhe barierat për këtë psikiatri dhe një herë tjetër, nëse do të jesh njeri i mirë, shko te psikiatri. Shiko. Është po bën batuta. Patjetër. Ariana, unë dua që kjo t'ju vle disa njerëzve që janë udhkryq. Ka udhkryq emocionale njeriu. Dhe ndodh patjetër ty shumë e shumë, po edhe unë përvojën time. Njerëz që mendojmë që janë shumë të kopsitur në të gjuhën tonë. E ka gjithë Terezi çfarë ka. Çfarë kërkon më shumë. Mirë, pa ata kanë një udhkryq aty brenda shpirtit të tyre, në një cep. Edhe mund të jetë një rast i tillë, një humbje e fortë. Mund të jetë edhe një gjë shumë banale që krijon atë krisjen apo atë plasjen diku në themel edhe të ikën godina. Si kalohet një moment i vështirë? Ti, si Ariana Reli, jo vetëm si psikiatre, si njeri dhe si profesioniste, si kalohen këto dilemat e vështira? Shiko, dilemat e vështira janë shumë personale në fakt. Dhe ajo e vështirë ka atë spektrin e vetë, sepse ne jemi kaq të ndryshëm nga njëri tjetri dhe përjetimet tona janë të ndryshme dhe jo rastësisht janë të ndryshme. Sepse ne kemi lindur, jemi rritur, jemi edukuar, kemi pësuar ato sfidat tona, traumat tona, në momente të ndryshme të jetës, në mënyra krejt të ndryshme.
Kështu që dhe përjetimet tona janë, edhe kur themi që angth këti, si ty e kam pas dhe unë. Jo, ty mund të ngjajnë element kryesor të kësaj situate, por që brenda është shumë individuale mënyra se si. Kështu që edhe të thuash se si e te kalon, është, ne flasim në parim, domethënë ne mjekët dhe psikoterapistët më në detaje në fakt, po përgjithsisht ne mjekët flasim në parim se çfarë duhet të bësh në përballjen me një sfidë të madhe, pikërisht në këtë udhë kryq. Por që nëse ke një suport emocional është një dhuratë shumë e madhe. Pikërisht duke u nisur nga ajo mund të kesh të gjitha të mirat e botës financiarisht. Ai bashorti apo gjitha ajo mirëqenie që ti po jeton, mund të jetë thjesht një sipërfaqe që të tjerët shohin dhe të thonë, ama çfarë të mungon ty? Ajo është krijuar me mungesën e këtij bashortit brenda familjes tënde. Po mund të kesh disa familjarë të tjerë që ndoshta kanë probleme dhe ti e njeriu shumë emotiv që vetëm arrin që ti perceptosh dhe ti vuash ato çka ata kanë, domethënë dhe nuk mundesh ti suportosh emocionalisht. Pra, brenga konflikte psikologjike të brendshme, secili nga ne ka. Pavarësisht që ajo sipërfaqja mund të jetë shumë me xixa. E kuptoj. Dhe përballja pastaj me sfidat është në varësi të sa intensitet ka kjo sfidë për ty dhe sa e fort je ti pikërisht dhe në këtë moment të sfidës, sepse mund të ketë ardhur kjo përballje nga gjëra të vogla, po që ty të kanë raskapitur. Të lodhin. Dhe ti je pikërisht në momentin që ajo pika të derdh gotën, domethënë. E kuptoj. Dhe prandaj them që është një koncept shumë i gjerë dhe kaq individual sa mund të ekzistojë ky mendimi ti biesh kur gjërat që mblodhin do t'i hedh fare nga jeta ime, do t'i nxjerr jashtë për shembull. Ky njeri mblodh, nuk e takoj më. Do t'i bëj blok fare numrit se më lodh. Dëgjoj nga këto gjëra unë për shembull në përditshmëri. Këtë gjë është shumë e thjeshtë ta bësh. Po nëse ky njeriu që të lodh është një familjar i yti, si mundesh ti t'i bësh blok për shembull? Ose si mundesh ti të bësh indiferentin, sepse brenda na thret edhe ndjenja, edhe përgjegjshmëria, po dhe një detyrim që dikujt ja kemi, për shembull dhe duhet ja shpërblejmë për momentin, dhe një shoqe shumë të mirë që në një moment të bëhet pezante, ti nuk e harron dot atë kohën e bukur që ke kaluar me të. Por mos u afruar pastaj që te një rreth i ngushtë që ti je detyruar, domethënë që të përfshihesh edhe që nuk është kaq e thjeshtë të selektosh. Futi një mendje të lehtë ose pjeston për dy. Mund të jesh dhe natyra që je overthinker, si të pjesoj për dy. Unë jam kështu, pse si qysh tek, po sikur ku ta gjej zgjidhjen. Pyes për një shoqen time, çfarë është kur del gjumi natën nga mendimet? Po sepse ajo ka furnizu gjithë natën me mendimet e ditës erë, se natën mos më thuaj që ajo shoqja jote je ti. Jo, është një tjetër. Mirë, dakord. I del gjumi në një orë të natës, duke menduar zgjidhjen e një problemi, edhe e gjen zgjidhjen, ç'a ndodh? Mirë, dakord, sepse kur të del gjumi për të pasi zgjidhje je rasti më i mirë i mundshëm, domethënë mirë se të vijë një zgjidhje gjatë natës. Po se inshallah s'ke në sistematikisht probleme që të prishësh gjumin e natës. Jo. Po kështu që kur vjen zgjidhja, nuk quhet patologjike, Okej. por ama nëse ti e fut në modus viventis që prit herë ta kemi herë këtë gjumin e natës si një valvul që do ndezi shkëndijën time të zgjidhjes, atëherë bëhet problem sepse e prish këtë gjumin. E kuptoj, bëj. Shiko, ne dëgjojmë, kur pim nga kafe dhe mëngjesit, dëgjojmë jam pa gjumë sonte, për shembull, sepse mendova këtë gjë dhe mendoj dhe natyrisht që problemet e jetës janë nga më të ndryshmet. Askush nga ne nuk është i mbrojtur, ndoshta ata që duken si më të mbrojturit rezultojnë ndonjëherë më të dobtit. Ndaj unë pyes thjesht në parim, se ne po jetojmë një kohë të çmendur. Lexoja një studim dje që ky 10 vjeçar për shembull është 10 vjeçari
kushtuar ankthi, smundjet mendore, depresioni, shëndeti mendor është në plan të parë në rang global. Në gjithë këtë jetë kaotike që jetojmë me rryma të ndryshme, si të mbash busullën, si të mos humbasësh yllin tënd polar? Shiko, është shumë e vështirë për të thënë si, sepse do ishte një gjë që hajta bëjmë gjithë edhe e rregulluam, domethënë. Po nuk e shmang dot për shembull atë televizionin që të jep minimalisht pamje nga lufta në Gaza për shembull. Nuk e shmang dot, sikur edhe të mos ta hapësh fare televizorin, se nuk e shikon në televizor, po ti ke një celular i cili do t'i sjellë ca imazhe. Kjo teknologjia sa e mirë është, aq e keq është bërë, domethënë që merr fondin e asaj energjie që ti do ta përdorje me racionalitet për një gjë shumë më tjetër. Po dhe jam prishur edhe shumë marrëdhënie brenda familjes. Nëse ti e ke familjen të shëndosh, do ulesh te kjo kafja me shoqen dhe do të plasi gjithë hallet se dje burri im bëri kështu, se goca nuk më dëgjoi dhe doli vonë, se djali xhaxhait tim përdor kokainën. Domethënë jetojmë vërtet në një kohë frenetike me shumë stres. Dhe sa do ti është i merr këto? Ti i merr, i ke në transport këto? Se je sikur dhe për të qenë me përvojat e të tjerëve për t'i dëgjuar dhe për t'u mbrojtur, ti ke brëndësuar minimalisht për t'i përdorur mirë. Por gjurma është. Nuk bën dot hamësa halli aty është edhe punë e madhe, ose lë gjurmën e vet, gjithçka. Kështu që në këtë 10 vjeçar Covidi i shumë përfolur për shumë gjëra, po kur je me të panjohurën, je vërtet në një kaos që të vazhdon, nuk është vetëm izolimi apo qa hoqëm post-trauma. Është i gjithë komenti, jo po vaksina, jo po vdiq me njëherë prej këtij shkaku dhe domethënë duket sikur manipulohet tashmë mendja njerëzore dhe me një qëllim shumë të madh, domethënë. Megjithatë, ka një moment që unë dua ta ndaj pak, sepse për mirëmbajtjen e shëndetit mendor kanë filluar disa gjendje, për shembull jo energjia, meditimi, situata të kësaj natyre. Deri ku është kufiri që duhet domosdoshmërisht të shkojmë te mjekimi? Sepse duket sikur mos merr mjekim se krijon varësi, këto janë më të mira sepse të shërojnë nga brenda, healing. Ka teori nga më ndryshme të. Dua të di ku është kufiri. Shiko, gjithmonë alternativa ka. Ka dhe një mjekësi alternative, e cila ofron të gjithë çfarë instrumentash apo metodash ne mund të përdorim për të, si më thëmë, për të lehtësuar ose pastruar shpirtin ton. Por, kufiri është pikërisht aty. Nëse këto mënyra shërbejnë duke filluar që nga mirëmbajtja, parandalimi dhe ndihma deri ku prishen ca ekuilibra fiziologjik tonët. Pra, nëse instalohet një pagjumësi, ti mund vesh një muzikë relaksi, ti mund të pish qumshin, mund të hash banane në darkë, mund të pish dhe melatoninën që është një hormoni humorit, po edhe kamomilin. Po nëse kjo pagjumësi bëhet rebele dhe nuk është e vetmja, se me një shenjë nuk mund të shkosh ke mjeku, por shoqërohet me ndryshime të humorit, shoqërohet me ndryshime të tjera fizike, dhimbje koke, marrje mendsh. Tashmë vërtet janë prishur ca ekuilibra fiziologjik që siç dikush që ka temperaturë, sepse po bën bronkopneumoni pavarësisht që si merret fryma, pavarësisht që vazhdon shkon në punë, domethënë po është subklinike, do ta marri këtë antibiotikun se s'ka nga t'ja mbaj, do vrasi këtë mikrobin. Dhe ky stresi dhe ankthi, apo kjo sëmundje që ka ardhur, prish disa ekuilibra fiziologjik që mjekësia për këtë punë është. Të rivendosi këto lloj ekuilibrash për të qenë në ekuilibrat e tu fizik, po dhe emocional tashmë.
sepse gjithë mekanizmi është ke neurotransmetusit, te këto postjerët që ngatrojnë rrugën ndonjëherë dhe ti duhet t'i çosh general që t'ja mësoj ku duhet shkojnë të trokasin. E kuptoj. Kjo është e gjitha. Pastaj, edhe kjo me që e ceken, ndoshta nuk është momenti, e shikoj frikën e madhe të njerëzve që isha për të ardhur, që kuri, po kjo varësi, atë lutem më siguro për këtë varësi. E kemi trajtuar edhe një herë, por vazhdon edhe njerëzit e kanë. Kjo vazhdon dhe harrojnë që janë, po, domethënë po në njerëzit që e krijuam këtë ide, pse? Në ca vite më përpara shkonim dhe merrnim atë qetësuesin si karamele në farmaci. Pas një këshill me propozimin e komshijes të motrës e tjerë, dhe u përgjithsua ideja që medikamentet për sistemin nervor të krijojnë varësi, se ndjesh mirë fillimisht, po pastaj, siç vetëm një klasë trajtimi e ka këtë, dhe jo ato që e kurojnë problematikën. E kuptoj. Unë dua ta siguroj edhe një herë këtë gjë. Punë psikiatri ka plot, jo po thjesht që njerëzit të minimizojnë kohën e vuajtjes, pra të mos futen nga ingranazhi që t'i bluaj mirë dhe pastaj të vinë atëherë kur dhe mjekut i duhet më shumë kohë, edhe atij vet i duhet të marri më shumë medikamente dhe kohë rekuperimi. Kështu që një investim i zgjuar në momentin e duhur është jashtë kompleksitetit, jashtë paragjykimeve, në një moment e rregullon cilësinë tonë, se 24 orë janë tonat. Në fund ditës grizet kalendari dhe nuk e rikthejmë dot më. Kush është rasti që të ka mbetur në mendje në gjithë këto vite karrierë? Shiko, raste ka shumë, po unë do them një rast që është në fakt përjashtimi i mjekësisë. Është përjashtim, unë dhe sot e kësaj dite kam një pikpyetje shumë të madhe. Ai ishte babai një shoqes time shumë të mirë, që ishte i shkolluar jashtë, një personalitet, domethënë në fushën e vet. Në moshën 78 vjeçare i fillojnë shenjat e demencës, të Alzheimerit, dhe jo rastësisht, sepse pati 2 humbje shumë të mëdha. Humbi papritur të birin, në një vdekje të menjëhershme, të papritur, dhe pas sa vitesh e shoqja nga hidhërimi shumë i madh, vdes dhe ajo. Kështu që shoqja ime jetonte jashtë. Dhe vetëm ja bëri punën e vet, pavarësisht që profesori, dhe unë nuk po jap emër, ishte tipi shumë social, shumë inteligjent, burri mençur shumë, filloi ta vuaj këtë pjesë, pavarësisht gjetjeve që bënte me shokët e lagja, por cilësinë e jetesës nuk e bënte dot si më parë. Shoqja ime vjen dhe unë shoh shenja të qarta të një Alzheimeri, ose të sklerozës së famshme. Fillojmë mjekimin, përmirësime aq sa mund të presim ne, 1 vit, 2 vjet. Ajo vuri një njeriu e saj që ta shoqëronte babin gjatë gjithë kohës, domethënë, dhe mbas ca kohësh vjen edhe më thot, Ariana, do vi të takoj, thot, me babin. Po, i them, pas ke ardhur? Po, tha, kam ardhur, tha, edhe kemi surprizë, tha, për ty. O, i thash unë, hajdeni, dhe thash, surprizat që di të bëj ajo. Dhe kur vjen, më thot mua, Ariana, babi është shumë mirë. Thash, kjo nuk që nga mirë fare. Ne kuptoj. O nuk do ta besoj që ky është një problem i cili nuk ka, ose filloi dhe kjo, filloi smundja edhe te kjo. Ç'është kështu? Më thot, unë e shoh habin tënde, thot, po ti e di që unë edhe lexoj, kështu që unë jam vetë e habitur, babi është shumë mirë. I them presor, hëna e vërteton një herë. Më thot, po ç'qe ajo që kalova, moj Ariana? Dhe ai ishte i kthjellët, unë nuk di, domethënë,
Kjo është pikpyetja më e madhe e imja. Dhe unë sot e kësaj dite, profesori nuk jeton më, dhe kjo gjë nuk ndodhi pak përpara se ai të ikte nga kjo jetë, siç ndonjëherë ndodh me sklerozën. Ai vazhdoi të jetoj shumë mirë edhe një vit më pas. Domethënë, ju rikthyen të gjitha kapacitetet dhe këtë mrekulli, ta them me plot gojën, nuk e bën mjekimi. Nuk bën as suporti, nuk e ka bërë ndonjëherë, nuk di. Nuk di kush e ka bërë. Ti beson në Zot? Mua, ndoshta ky ishte rasti që unë duhet të besoj në Zot. Sepse ne e kërkojmë ndonjëherë Zotin atëherë kur jemi keq, domethënë dhe kur por nuk ka pak histori që tregojnë në mrekulli. Ka që e bëri Zoti, e bëri natyra, e bëri... Nuk di si t'ja vesh emrin kësaj gjëje, por mrekullit ndodhin. Unë nuk kisha histori më të bukur se si unë ta mbyllja këtë podcast. Unë falenderoj sepse ishte vërtet një mbyllje shumë e bukur. Dhe të flasësh me ty, ne mund të flasim pafund. Flasësh me ty është kënaqësi dhe mbi të gjitha është, unë e kuptoj që është shërim. Mjafton të flasësh me ty dhe edhe ata njerëz që mund të kenë një problematik ndjen të shëruar, por Ariana Reli do jesh gjithmonë e mirëpritur për të biseduar për tema që ju interesojnë njerëzve. Faleminderit shumë. Dhe të uroj edhe mënyra, ekzistenca jote, mënyra se ti kalon gjërat, ndonjëherë është këshilla më e mirë që mund na japësh gjithëve. Faleminderit. Faleminderit ju që më bët të ndaj eksperienca, edhe që vazhdoj ta them, domethënë që jo për komplimentët të ndërsjellët, po vërtet jeni nga gazetaret që mund të nxirrni më të mirën. Vërtet. Faleminderit ti. Faleminderit gjithmonë. Atëherë në podcastin më thuaj, thuen të vërtetat dhe thuen gjërat e shpirtit ashtu siç ndjehen. Miq, ne takohemi në episodin e radhës. Mirupafshim. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.